Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni: zbardhet krimi i vitit 2018 në Korçë. Antonio Karafili u vra nga e dashura dhe partneri i saj. Trupi i të riut u gjeti varur në një pemë, burg në mungesë për autoren. Rama ironizon opozitën, shpreson që SPAK të shkrijë Partinë Socialiste për të marrë pushtetin, detyruan familjen e Trump të përgënjeshtrojë kënetën. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve deklaron se nuk ka asnjë vendim për kontratën e lobimit të opozitës në SBA, verifikim vetëm pas deklarimit në KQZ. Publiku vendos të largojë nga ferma VIP konkurrenti nga Nigër Mia, Eran Sojli surprizohet nga vajza dhe motra, sfida mes fermerëve për buxhetin. Vijojmë të ndjekim më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Prokuroria e Korçës zbardhi krimin e vitit 2018, ku një 18 vjeçar u gjeti varur me çarçaf në një pemë pranë fshatit Voskopoj. I riu u vra nga e dashura dhe partneri i saj, të cilët më pas e inskenuan ngjarjen si vetvrasje. Gjykata vendosi burg në mungesë ndaj autores Casey Spahillari, e cila tashmë jeton në Kanada, ku ka krijuar familje. Pas 7 vitesh është zbardhur vdekja e Antonio Karafilit, ngjarje ndodhur në Voskopoj dhe që fillimisht u raportua si vetvrasje. Pas krimit të rënd qëndron ish partnerja e tij Casey Spahillari. Gjykata e Korçës caktoi masën e sigurisë arrest në burg me kërkesë të prokurorisë për akuzën e vrasjes me dashje në bashkëpunim. Edhe pse ngjarja u regjistrua dhe u hetua si vetvrasje, pasi 18 vjeçari Antonio Karafili u gjeti varur me çarçaf në një pemë në periferi të fshatit Voskopoj, prokuroria vijoi hetimin duke mbledhur prova dhe duke vlerësuar indicet, të cilat implikonin në ngjarje të dashurën e Antonios, Casey Spahillarin dhe të riun tjetër Recep Vathi. Nga provat biologjike rezultoi se Recep Vathi dhe Casey Spahillari kanë mbytur me çarçaf Antonio Karafilin dhe më pas e kanë varur në pemë duke inskenuar vetvrasjen e tij. Nëna e Casey Spahillarit mohon akuzën ndaj vajzës së saj, teksa shton se kërkon vetëm drejtësi. Çdo gjë është një sajes, çdo gjë është e shtirur dhe e stisur e tëra nga fillimi. Si ka mundsi në kaq vite policia nuk është në gjendje të zbulojë një krim kaq dhe të bazohen vetëm në fjalë, në sajesa, pa pasur asnjë fakt. Casey nuk ka lidhje fare. Ata ishin në Korçë, kishin pasur një grindje që ngjitur në Voskopoj. Kishin dashur të zbrisnin, ai nuk kishte dashur mbas grindjes, dhe Casey kishte lënë aty, kërkoi vetëm drejtësi nga policia, vetëm të bëjnë punën e tyre të zbulohet kjo, sepse është vërtet mëkat të bësh vrasës një person që nuk është. Motivi i krimit dyshohet të jetë lidhja paralele që Casey Spahillari kishte me viktimën dhe Recep Vathin. Pas krimit, Spahillari emigroi në Kanada, ndërsa në gusht të vitit 2024 vrau veten Recep Vathi. Tani pritet të lëshohet një urdhër arrest ndërkombëtar për Casey Spahillarin, e cila prej vitesh jeton në Kanada, ku ka krijuar edhe familje. 2 shefa komisariatesh në Tiranë janë takuar në burg me drejtuesin e policisë rrugore i arrestuar për korrupsion. Këto veprime po verifikohen nga SPAK pasi janë kryer jashtë dijenisë së prokurorëve. Disa zyrtar të lartë të policisë janë vendosur në lupën e prokurorisë së posaçme. SPAK ka nisur veprimet hetimore për 2 shefa komisariatesh në Tiranë, pasi dyshohet se kanë kryer takime të paautorizuara me Roven Zekën, ish shefi komisariatit rrugor i arrestuar për korrupsion. Burimet sqarojnë se organi i posaçëm i hetimit ka marrë deklarimet e të paktën 2 shefave të komisariateve, ndërsa është sekuestruar dhe një pajisje telefonike. Ndërkohë edhe një biznesmen ka qenë subjekt i hetimit, dosje e cila është nën hetim nga prokuroria Elida Kaçkini. Organi hetues ka sekuestruar kamerat e sigurisë dhe ka pyetur personat përgjegjës në bllokun e sigurisë tek rruga Minepeza për të hedhur dritë mbi takimet me të paraburgosurin dhe qëllimin e tyre. Shefi komisariatit të policisë rrugore të Tiranës Roven Zeka së bashku me Sokol Novakun, shefi i hetimit të aksidenteve, si dhe oficeri i policisë rrugore Edison Tabaku, u arrestuan në kuadër të një hetimi të SPAK, pasi dyshohet se kanë marrë 2.000 euro për manipulimin e provave të një aksidenti rrugor të shkaktuar nga bashkëshortja e biznesmenit Ergez Vrioni. Sipas dosjes hetimore dhe përgjimeve, ka qenë oficeri Tabaku i cili e njihte biznesmenin Ergez Vrioni, bashkëshortja e të cilit bëri aksident, ku i ka kërkuar shumën monetare për të mos arrestuar Anisa Vrionin.
1.000 euro i është dhënë punonjësit të rrugores Edison Tabaku për ambanesës së tij. Vetë Tabaku më pas është takuar me biznesmenin në një lokal afër komisariatit të policisë rrugore, ku i ka kërkuar edhe 1.000 euro të tjera, duke i thënë se ka persona të tjerë mbi kokë. Apeli i posaçëm ka rrëzuar kërkesën e ish-gjyqtares Pajtime Fetahu për t'u liruar nga burgu, duke e lënë në qeli. Ish-magjistratja pretendoi një masë më të lehtë sigurie për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Pajtime Fetahu arrestua me urdhër të SPAK pasi emri i saj doli në 2 dosje të rëndësishme. Ajo ishte e përfshirë në organizatën kriminale të çopjave si dhe në grupin e Suel Çelës në Elbasan. Fetahu akuzohet se ka favorizuar bandat me vendimet e saj duke konsumuar veprën penale të korrupsionit. Për dosjen e parë ndaj saj u caktua masa e sigurisë arrest në shtëpi, ndërsa për dosjen e dytë arrest në burg. Fetahu mbahet në qelinë e paraburgimit që prej muajit nëntor të vitit të kaluar. Përfshirja e saj me krimin e organizuar u zbulua pas bërthimit të aplikacioneve të koduara Sky ECC. Në rubrikën Sy më sy, Edi Rama ironizoi opozitën që sipas tij ka varur shpresa tek SPAK për të ardhur në pushtet, por sipas kryeministrit, mbështetja ndaj drejtësisë do t'i japë edhe më shumë vota Partisë Socialiste në 11 maj. Rama ngriti pikpyetje mbi origjinën e parave për kontratën e lobimit në SBA me vlerë $6 milion. Kërkesën e opozitës për të rreqje nga posti i kryeministrit për shkak të disa ish-pjesëtarëve të qeverisë në burg, kryesocialisti Edi Rama ka refuzuar prerë gjatë një komunikimi live mëngjesin e kësaj të martë. Ato që nuk e realizojnë dot në fushën e ballafaqimit elektoral me popullin, duan ta realizojnë, mendojnë se mund ta realizojnë, nga një anë duke nxitur SPAK-un dhe duke shpresuar që SPAK-u do shkri Partinë Socialiste dhe nga ana tjetër duke bërë këtë presionin qesharak që ja si mund votohen këta, si mund votohet ky, këta kanë gjysmën e qeverisë në burg, këta kanë gjysmën e partisë në burg. Rama ndali edhe te pretendimi i Rem se ishte anulluar takimi me djalin e Trump në Serbi. E pat ç'a ndodhi. U ka tandis puna që edhe familja e presidentit të Shtetit Bashkuar të përgjigjëstroi kënetën. Kuptoni ju se në çfarë lloj marrëzie ju ka futur bufi 80 kusur vjeçar që flet për qartë. Edhe që e ka ndarë mendjen që do të bëjë çorap me para Shqipërinë. Gjatë komunikimit me komentuesit online në rubrikën Sy më sy, kryeministri Liseros zbuloi pse PS mbështetet nga masa. Ma besoni që një nga arsyet pse Partia Socialiste do të fitojë më shumë vota dhe do të marrë më shumë mbështetje është pikërisht edhe kjo, për të cilën Këneta dhe moçalet rreth saj mendojnë, po ti pse lëviz ti, zogu, tuti, ashtu. Këneta dhe moçalet mendojnë se në fakt nuk duhet të marrë vota, sepse kaq e kuptojnë popullin shqiptar. Rama nuk la jashtë vëmendjes kontratën $6 milion të Partisë Demokratike me kompaninë lobuese amerikane, duke ngritur sërish pikpyetje mbi burimin e të ardhurave që u përdorën për financim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk po bën asnjë verifikim për kontratën e lobimit të Partisë Demokratike në SBA me vlerë $6 milion. Komisioneri Celibashi sqaroi se ky dokument duhet të deklarohet sipas afateve ligjore e më pas KQZ mund të japë qëndrimin e saj. Kryekomisioneri Lirian Celibashi ka reaguar sot në lidhje me kontratën $6 milion të Partisë Demokratike me kompaninë e lobingut në Amerikë. Gjatë një komunikimi me media, Celibashi dha afatet për dorëzimin e raportit financiar të koalicioneve politike në KQZ. Subjektet zgjedhore kanë detyrimin që të depozitojnë raportin mbi të ardhurat dhe shpenzimet jo më vonë se 60 ditë pas shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Detyrimi për subjektet zgjedhore përfshin në këtë rast edhe koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore për të depozituar çdo dokument që flet mbi të ardhurat dhe shpenzimet përfundon 60 ditë përpara, jo më vonë se 60 ditë pas shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Nuk ka asnjë detyrim për këtë subjekt, por edhe për çdo subjekt tjetër që të depozitojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në këtë moment dokumente të cilët tregojnë mbi të ardhurat dhe shpenzimet e tyre si subjekt zgjedhor.
Celibashi u ndal edhe te shpërndarja e zarfeve me postë në diaspor pas problematikave të hasura nga operatori postar, kryesisht në shtetin grek. Jemi duke komunikuar dhe duke ndërtuar atë komunikim ligjor që duhet në këto raste. Me rëndësi për ne ngelet që fletet e votimit dhe zarfet që ne kemi dërguar të mbrijnë 100% tek votuesit dhe të kthehen mundësisht 100% e fletëve të votimit. Numri i kthimit mendoj unë është relativisht i lartë, kemi 70.000 e pak votues nga 245.000 në 135, të cilët e kanë kthyer fletën e votimit. Sa i takon deklarimit të votës në rrjetet sociale nga disa emigrantë, Celibashi u shpreh se kjo i takon SPAK, prokurorisë dhe task forces për të gjitha hetimet që kryen, ndërsa njoftoi se në ditën e vijim mund të ketë raste konkrete për t'i bërë publike. Zgjedhjet e 11 majit kanë ndikuar edhe udhëtimet e shqiptarëve jashtë vendit. Të dhënat nga aeroporti i Rinasit tregojnë një rënje të fluturimeve gjatë kësaj periudhe, ndërsa shumë prenotime janë bërë për muajin qershor e në vijim. Pas një fillim viti me shifra surprizuese ku shënuan më shumë dalje të shqiptarëve jashtë vendit se sa të huaj që kanë ardhur në Shqipëri, muaji prill dhe ai maj duket se kanë ngadalsuar ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve. Kjo situatë lidhet me procesin zgjedhor i cili historikisht ka sjellë një tkurrje të udhëtimeve. Sinjalet që vinë nga treku janë që shqiptarët hezitojnë të prenotojnë në këto 2 muaj, duke i shtyrë pushimet për në qershor. Tremujori i parë i vitit, janari, shkurtit dhe marsi, është mbyllur me shifra shumë impresionuese. Shkurt, themi që shqiptarët kanë lëviz. Ajo që duhet të theksoj shtesë mbi këtë, ende ne nuk e bëjmë dot analizën nuk është mbyllur muaji prill, por prilli po mbyllet në të kundërtën e tremujorit të parë me shifra shumë herë më të ulta krahasuar me periudhën janar shkurt mars. Ne kemi tendencën t'ia lëmë zgjedhjeve, ndikimit politik në vend, do thotë reagimi shumë i madh që është në media nga çfarë po ndodh me fushatët, jep efekt edhe tek lëvizjet e shqiptarëve. Tur operatorët janë të mendimit se tregu është maturuar dhe se tashmë gjen oferta për çdo lloj buxheti. Është kjo arsyeja pse shqiptarët nuk bëjnë më prej disa vitesh një palë pushime në vit. Ka kaluar koha që gjithçka planifikonin të bënin një palë pushime vere dhe nuk kishin mundësi ose me pak mundësi mund të planifikonin pushime të tjera. Pra tregu ka filluar të shtrihet gjithë vitin. Tashmë Tirana lidhet thuajse me çdo destinacion europian dhe jo vetëm, ndaj lëvizjet më të shpeshta janë ato 2-3 ditoret brenda Europës. Destinacionet e Europës që janë, po themi, në harkun mes 1 orë deri 1-2 orë fluturim, janë bërë të prekshme me një tarifë shumë ekonomike gjatë periudhës së sezonit ulët, ku është janari, shkurti dhe marsi. Pra tregu ka marrë formë, ka marrë ngjyrë, ka filluar të lëvizë në të gjithë shtrirjen e vitit në 12 muaj. Që nga koha kur ka nisur shërbimet e fluturimeve low cost në aeroportin e Tiranës, në treg vërehet një shtrirje gjatë gjithë vitit të udhëtimit të shqiptarëve, duke dëshmuar për një standard të ri me pushime më shumë se një herë në vit. Ganiu ishte i eliminuar i radhës nga ferma e vipave, publiku vendosi t'u jap shansin për të vijuar më tej rrugëtimin 4 djemve të tjerë që gjithashtu ishin në televotime të. Mbrëmja e të hënës ishte mbushur me emocione teksa Erand Sojli u surprizua nga motra e tij, ndërkohë Alba mori një tjetër ndëshkim nga Agaj për thyerjen e rregullave. Takimi i radhës në ferma VIP në natën e 9 Prime dhuroi spektakël, emocione dhe rrëfime të paparashikuara në ekranin e Vision Plus. Një televotim i hapur prej ditës së premte për 5 djemt, Big Baston, Erandin, Andrean, Yllin dhe Ganiun, i ndërpreu rrugëtimin këtij të fundit. Edhe pse u bë pjesë e lojës, një afas konkurrentëve të tjerë, Gania u shndërrua në një prej fermerëve më të komentuar të këtij edicioni. Gania. Ashtu siç parashikohet nga formula e këtij formati, i eliminuari i mbrëmjes kishte mundësinë të zgjidhte kryefermerin. Ganiu ia dha këtë titull Big Mamas, një vendim që pritet të sjellë një kthes të fortë në lojë. Ky prodhim i Vision Plus nuk ndalet së dhuruari mesazhe të fuqishme emocionuese për çdo familje shqiptare. I tillë ishte edhe rrëfimi i Erand Sojlit. Për herë të parë, aktori tregoi një tjetër dimension duke shpalosur shumë nga jeta e tij personale, siç është çështja e divorcit. Një mesazh shumë i fortë për një marrëdhënie ndonse të përfunduar, ku mbizotëron mirëkuptimi. Unë të kam ndjekur
Një letër motivuese nga e bia emocionoi jo vetëm fermerin, por edhe publikun. Por surprizat nuk mbaruan këtu. Motra e Rand Sojlit, e cila prej kohësh vua nga një sëmundje e rëndë, gjithashtu u shfaq në ekran përmes një telefonate në video, ku tregoi fuqinë e ringritjes sërish, si dhe mbështetjen për aktorin. Nga ke nga mbrapa me fuqi madhështore. Dinamikat e kësaj mbrëmje të nëntë tronditën edhe fermerë të tjerë. Ylli u befasua nga një mesazh i papritur. I shefejuara e tij kishte dërguar një mesazh në redaksinë e Ferma VIP. Rreshta këtoj që ngritën pikpyetje të mëdha. Serioze se ai ishte më interesuar ndaj burrave sesa ndaj grave. Këto dyshime nuk ishin të pabazuara. Gjatë kësaj jave, Ylli ka treguar se jashtë ka qenë i martuar, por tashmë ka nisur procesin e divorcit. Deklarat kjo, e cila nuk i ka pëlqyer as pak gruas së tij, e cila ka dhënë një tjetër version të ngjarjes. Sa i përket këtyre akuzave, Ylli ka cilësuar sulmin ndaj imazhit të tij. Divorci jon është shkak i familjes vet. Gara e fortë dhe qëllimi për të arritur drejt finales tani më është i qartë. Miqësitë që duket se shkonin për te lojës janë krisur. Thyerja e përsëritur e rregullave nga Alba bëri që Agai të merrte një vendim të prerë. Ajo do të shkojë automatikisht në një televotim të hënën e ardhshme, së bashku me fermerët e tjerë të nominuar për eliminim. Ti shkon automatikisht në televotimin e ardhshëm. Pesha e sfidave vazhdon të jetë e rëndësishme në këtë program. Ato përcaktojnë jo vetëm nominimet, por edhe buxhetin e javës. Fermerët arritën të fitojnë 88% të buxhetit, një shumë që do të mbetet e vlefshme deri javën e ardhshme. Hajde urime, merrni gjallë prap. Kjo mbrëmje e nëntë u mbyll sigurisht me atmosferë pozitive dhe muzikë. Ditëlindja e Esterit u festua gjatë me pjesëmarrjen e ish fermeres së edicionit të parë, Jessica Polo. Këto dhe të tjera zhvillime mund t'i ndiqni në Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, po ashtu dhe në rrjetet tona sociale si dhe në kanalin zyrtar të YouTube. Natën e mirë, ju dua. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.